të rëshëgohet shpia, toka, të kalon baba e ke të rëshëgu, të kalon të parë të rëshëgohet, të rëshëgohet tesha, kerri, po nuk të rëshëgohet feja. Feja nuk të rëshëgohet. Shumë shti për shambull, me mshelë një Koran në sanduk, edhe para se marrë deka një sanduk që atje kumlon bëmën e qëtov. Që kjo është sanduku i babgjyshet, që ja kalon ati baba i ti, e babës ti ja kalon baba i ti pi babgjyshet ti, apo zdi që akon të veç që kjo është feja jonë. Unë zdi që akon të, kur qelë se kam, ama që kjo është feja jonë. Rune si sytë e bakëtit, apëtën. Qa me rujtë, Allah në ta? Sanduk me rujtë? Rujtë Kuranin në vitrin. Ka arë kërë me qelë, Allah, mu bindë, me ushqy zemrën bindje se i vetëmi që meriton të adhurët është Allahu te barek o ta'ala. Se Muhammed e se më është dërguar i Allahut, që ta ka arë feja. Me ndëlidh fejnë me të shgjimi, me ndëlidh fejnë me gjuhë, me ndëlidh fejnë me prejardhje, me ndëlidh fejnë me patriotizm, me komtarizm, është huqje e madhe, është skajshmisht e palogjikshme. A e të ndërëvëzë, pak popujnë botë ka, djetë pëse e kanë bo këtë punë, e kanë lidhë kombin me fe. Pakin ata, shumica e popujve të botës, fejnë e kanë me bindje. Për shambull, kombin e kanë me të rëshgjimi, gjuhën e kanë me të rëshgjimi. Ne kur den dikur sot dhe thëtë, nëse e ndronë fejnë, apo bosh ma shqiptar, do në është absurditeti maj madhe i mundë shumë që mosh me njëti një tonë. Apëta. është diçka ma e palogjikshme e mundshme që ti mush me një tonë. Nuk e di sinqerisht që të njerëz që dalin e këtojnë kështu, a menojnë në herë kështu, veç pak menojnë. Ose ata që i kanë qu se këta sen që është me që me dollë vetë, po do që i kanë qu, e din për i me që e në të thonë, Allah, në flasim me argumente, kush e ka bo këto, kush e ka drëgu këto, fakte. Mirë po, s'din për i fesë kur gjë, 3 shartet fesë që e thirën të nuk i din, apo, thot që të fesë do të me marë, cilën e Allah, që atë sandukën e babgjur që kur një tonë se ke qela, a që ata? Për jo, Allah, mësër kjo feja, kjo so feja nuk ka malë, as blejet, as shqitet, as të rëshëgohet, feja kuptohet, bindet edhe zbatohet, që kjo feja, ama feja të rëshëgume, feja odave, feja gëjdhënave, feja zakoneve, Islami sëkë se feja, as në duhet si feja, nuk në duhet, ja. Neve në duhet feja bindjes, e logikës, feja argumenteve, feja cila, realisht, kom kërështë me shkencën ullet e bojnë lavdin të gjykimit edhe kus për lahon, që kjo është feja jonë, me shkencë mirëfilt, me shkencë të argumentet të fakteve, po, den të gjykimit kom kërështë bojnë laf, den të gjykimit kus për lahon, s'ka kundërshtim, se shkenca studion ligjit Allahut kosmologjike të natyrës, feja studion çka? Ligjit Allahut shariatike fetare. Pa ne dyetën për Allahut xhallahu ala, s'ka kundërshtim ato.